Dhe mirë se vinin debat për një me në zgjedhjet lokale 2025 këtu sonte me komunën e Klinës. Pra, sonte jemi bashkë në debate komunale me kandidatët për kryetar të komunës së Klinës dhe me të njëjtit do të debatojmë për planet zhvillimore për këtë komunë. Kandidatët për kryetar të Klinës kanë tregu se janë të gatshëm me bo debat edhe nuk dezertojnë nga debati vetëm në shteti i cili zhvillohet me standardet fact-checkut edhe ku i kontrollojnë premtimet mas zgjedhjeve. Klina është i komunë ku është ndodhur zhvillimi edhe bizneset dhe ndërtimet e larta kanë filluar çmoti edhe po vazhdojnë. Me gjithë kandidatët për kryetar që kam këtu do të diskutojmë për planet edhe projektet e tyre për 4 vitet e ardhshme me fokus në ndërtimet e larta edhe do të pyesim se në cilat zonat komunës kanë me u leju këto ndërtime edhe sa katë. Po i prezentojmë si pas radhës kandidatët për kryetar të Klinës që si pas renditjes alfabetike janë Arben Limanaj nga LDK, Ramiz Rusta nga Lëvizja Vetëvendosje, Sokol Bashota nga PDK, edhe Zenun Elezaj nga AAK. Shëndetje. Faleminderit, rregullat i dini, po fillojmë me 2 minutat e platformës së juaj që prezantoni për votues prej juve zotni Limanaj. Përshëndetje për shikuesit e juaj, të qytetarët e Klinës. Programi ynë qeverisës për 4 vitet të ardhshme është i bazuar në transparencë, pjesëmarrje qytetare, zhvillim ekonomik e social, mjedis të pastër, modernizim të shërbimeve dhe siguri publike. Prioriteti ynë i parë është zgjidhja e problemit të ujit të pijshëm, me cilin problem po ballafaqohen që një kohë të gjatë qytetarët e Klinës, trajtimi i ujrave të zeza. Qyteti dhe shumë fshatra mbeten sot e kësaj dite pa furnizim me ujë të pijshëm, prandaj do të investojmë në ujësjez dhe impiante të ujrave të zeza. Në arsim synojmë rritjen e cilësisë në arsim. Gjithashtu kemi para pa dhe hapjen e një shkolle të mesme të bujqësisë. Do të ofrojmë bursa për nxënës dhe fëmijë me nevoja të veçanta, po ashtu do të shtojmë edhe numrin e bursave për studentë, sidomos të drejtimeve deficitare. Ambulancat lokale me pajisje moderne dhe zgjerimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe Klinë. Banatorët me një kujdestari 24 në 7. Në bujqësi, 47% e teritorit është tokë bujqësore në komunën tonë, andaj mendojmë që të krijojmë penda dhe kanale të ujitjes, pasi deri me tash diku në 10% e teritorit të tokës punuese ujitet, dhe kemi synim domethënë që të arrisim këtë nivel të ujitjes së tokave. Në mjedis do të ndërtojmë impjantin për trajtimin e ujrave të zeza, do të fusim ndarjen e mbetorinave, gjelbrimin urban dhe do të mbështesim investimet në energji të ripërtëritshme. Në administratë do të digitalizojmë shërbimet komunale, do të publikojmë buletinin e rregullt për shpenzimet dhe do të krijojmë platformë online për ankesa e sugjerime. Faleminderit. Ramiz Rusta, koha juaj për planin e lëvizjes vendosje për Klinën. Përshëndetje qytetarët e Klinës, që nga momenti i shpalljes së zgjedhjeve kam bashkë biseduar me qytetarë aty ku kam pranuar kërkesën e të gjithë qytetarëve për problemet e tyre, por njëkohësisht duke falenderuar edhe të gjithë ata që më kanë ndihmuar për hartimin e një projekti dhe një programi për të qeverisur komunën e Klinës si ekonomist, jurist, inxhinier të bujqësisë, doktor, të cilët janë pjesë e këtij programi
dhe të tjerë që nuk i përmenda për të qeverisur komunën e Klinës në 4 vitet e ardhshme. Të dashur qytetarët Klinës, sot kemi mundësinë të hapim një kapitull të ri për komunën tonë, një kapitull zhvillimi të qëndrueshëm, barazimi dhe shërbimi efikas ndaj qytetarëve. Programi ynë nuk është thjesht një listë masash, por një vizion i qartë për të ardhmen e Klinës, ku secili qytetar ka mundësi të barabartë për të kontribuar dhe për të përfituar nga zhvillimi ekonomik, social, kulturor i vendit tonë. Prioriteti ynë është që çdo vajzë, djalë, çdo burrë, grua, pavarësisht nga vendbanimi, gjenia apo gjendja sociale, të ndjejë mbështetjen e institucioneve komunale. Ne besojmë në një administratë të departizuar dhe efikase që i përgjigjet nevojave tuaja dhe ofron shërbime të qasshme, transparente dhe të shpejta. Programi ynë përfshin të gjitha fushat kyçe të jetës së komunitetit, zhvillimin ekonomik për gjithë, strukturë moderne dhe rrugë të sigurta, arsim cilësor dhe shëndetësi për gjithë qytetarët, zhvillim të rinisë dhe kulturës dhe mbrojtjet mjedisit. Urbanizëm të qëndrueshëm, sport, turizëm dhe bujqësi të fuqizuar. Çdo mos është projektuar në mënyrë që të lidhet me përmirësimin e cilësisë së jetesës, mundësitë e reja për bizneset dhe përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje. Jeta ne kem kohë për të biseduar për të gjitha shtyllat e këtij programi. Do t'i diskutojmë në ndërkohë, Sokol Bashota, koha e juaj. Po, përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës së Klinës. Rikthimi im si kandidat për kryetar të komunës prap është rezultati i kërkesave së qytetarëve, të cilët tashmë janë të vetëdijshëm për mundësitë e mia, të cilat i kam për të kthyer këtë vëmendjen e komunës në shërbim të qytetarëve. Mbas një degradimi që është bërë deri më tani për të 8 vitet të fundit, ata e kanë shpresën në mua se komunën e Klinës do ta nisim nga aty ku kemi ne, duke i dhënë disa prioritete për zhvillimin e komunës sonë, si është zhvillimi ekonomik, arsimi, shëndetësia, bujqësia, kultura, rinia dhe sporti, si dhe infrastruktura. Janë këto segmentet të cilat ndërlidhen komplet me mirëqenien e gjithë qytetarëve të komunës sonë, duke përfshi arsimin ku për 8 vite të qeverisjes së kaluar është ndërtuar vetëm një shkollë në komunën e Klinës, ndërsa mandatin tim janë disa. Po ashtu shëndetësia janë mjaft për dëshiru. Sot qendra kryesore e mjekësisë familjare është gati edhe janë vetëm 2 mjek të specializant të mjekësisë familjare dhe njëri nga ata del në pension këtë vit, kështu që KMF mbetet pa specialistë të tillë. Po ashtu janë për dëshiru mjaft edhe KMF-t edhe AMF-t, të cilat nuk kanë trajtimin e duhur as higienik, po edhe mungesë të mjekëve në për këto qendra. Bujqësisë do t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë në rritjen e subvencioneve për fermerët tanë, të cilat janë bujqës të mirë dhe kanë nevojë për një mbështetje, ku nga dhënia e serave deri më tani, të cilat kanë qenë 1 orë, ne do të shkojmë deri në 5 orë, sa është na lejohet me ligj për fermerët tanë. Faleminderit. Kjo ishte koha e 2 minutashit parë, Zenun Elezaj nga AK, programi juaj për 4 vitet e ardhshme. Përshëndetje për gjithë qytetarët e komunës Klinës dhe për kundërkandidatët që jemi bashkë sot. Gjatë mandatit të ardhshëm 4 vjeçar kam listuar një numër të projekte të cilat planifikojmë që të realizojmë. Dhe atë finalizimin e tranzitit të qytetit, që është një projekt me një vlerë 8.5 milion euro, që ka filluar dhe do të përfundon në fund të vitit 2026. Do të bëhet hartimi i projektit teknik për ndërtimin e impjantit për trajtimin e ujrave të zeza, i cili është një projekt që ka një kosto rreth 10 milion euro. Do të ndërtohen kapacitetet të reja të ujit të pijes 200 litra në sekond. Do të ndërtohen 4 impjante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza në të gjitha lokacionet ku nuk ka konfiguracion, do të thonë nuk mund të aplikohet rënja gravitative e ujrave të zeza. Do të bëhet hartimi i studimit të fizibilitetit për ndërtimin e ngrohjes qendrore në qytetin e Klinës. Do të bëhet aktivizimi i qendrës rinore afër palestrës Adem Jashari.
ndërtimi i një parku rekreativ afër shkollës së mesme teknike Femia Gani, do të ndërtohet një qerdhe e re në lokacionin Dërsnik Dalc, do të ndërtohet një shkollë e re në të njëjtin lokacion dhe me palestër sportive, do të ndërtohet një shkollë e re në Zllakoçan dhe do të fillojmë përgatitjen për të kaluar në mësim tërditor njerë me pilotu në qytetin e Klinës dhe pastaj në tërë territorin e komunës së Klinës. Do të bëhet rregullimi i shtretërave të lumejve në tërë gjatësinë për mbrojtjen nga vërshimet, po të njëjtën kohë do të ketë edhe shtigjet e ecjes dhe rekreative. Do të bëhet ndërtimi i një nënkalimi në lagjen e Dugazinit. Faleminderit. Koha për 2 minutën e parë, replika kërkuesët në Limare. Urdhë. Zënune përmendi fillimin e ndërtimit të një fabrike tjetër për ujin e pijshëm. Na i kemi 25 vite që s'po mujmë me siguru ujit e pijshëm edhe do të thotë që qytetarëve të Klinës do t'ju bjen me prit prap për me siguru ujit e pijshëm. Unë mendoj se duhet bëhet një studim më i mirë, një studim korrekt edhe me departamentin e ujrave në kuadër të ministrisë, po edhe një bashkëpunim të mirëfillt me komunat fqinje, në mënyrë që të sigurojmë burim të ujit të pijshëm për qytetarët e Klinës. Koha, Zenon. Lidhur me ujin e pijes, ekziston një raport i cili është hartu mbi bazën e një komisioni që është ngrit nga kryeministri Kurti dhe rekomandimi i parë që ka qenë rreth 80 litra në sekond ujit pijes, ndërtimi një fundruesi që ka siguru burimin e ujit për fabrikën e cila tashme ekziston, është implementu dhe ka përfundu, faktikisht është në fazat e testimit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, ndërsa si prioriteti dytë ose rekomandimi dytë nga ai komision është ky për ndërtimin e 200 litra në sekond kapacitetet të reja. Faleminderit. Arben. Pas ndërtimit të fabrikës së ujit edhe një përurimi solem që është bo nga una edhe kryeministrit Kosovës edhe kryetarit, qytetarët e Klinës nuk mujnë me mush gotën me pije ujë. Kjo është e rëndësishme për qytetarët tonë. Ramiz. Jeta, edhe pas tyre viteve, Klina flen mbi lumen, por ujë ka, ujë të pijes nuk ka. Të vish ditëve të vikendit në Klinë, nëse do me taku një mik, nuk e gjon aty, si që ndodhi me mua dje, se kishte shkuar për të furnizuar me ujë të pijes në Glogjan, në Istok dhe vende tjera për të siguruar për javën që pason ujin e pijes. Ky është problemi që nuk është zgjidhur për këto vitet e tëra. Zenon. Unë e shpjegova pak, po do ta detajzoj. Realisht unë nuk bëj investime kuturo, janë të bazuara mbi bazën e profesionistëve në nivelin më të lartë që ka Republika e Kosovës, pra një komision ndërministror, të cilin raport e ka revidu Fakulteti i Makinerisë në kuadër të Universitetit Prishtinës. Dhe ne po shkojmë ta implementojmë këto rekomandime që kanë rrjedhë nga ky raport. Ramiz, po du ti me adresu faktin që po ja qesin topin edhe qeverisë, sepse qeveria i mbikëqyr kompanit rajonale, Ministria e Ekonomisë i mbikëqyr, jo komuna. Zakonisht Arbeni e përmendi Jeta që kohëve të fundit ishte pikrisht kryeministri që bashkë me kryetarin e kanë bë përurimin e disa filterave për filtrimin e ujit, po pasi është kryetari këtu mund ta pyetni a janë funksional ata filtera dhe pse prap nuk pijet ujë. Mirë, edhe këta janë të i prit rezultatet, po edhe ju si përfaqësues i partisë qeverisje mundeni me na kallëzu. Pse masi që ka dalë fotografi zotni Kurti, me zotni Lezën, nuk e dim a janë këto rezultate, pse s'po pjellin thjesht. Çdo përurim i çfarë do projekti të qoftë të gjithë qytetarët i gëzohen. Unë kam biseduar pikërisht kur i kam hyrë garës për të parin e Klinës, kam biseduar me zotin Kurti dhe më ka premtuar që në mandatin që besojmë që do ta qeverisim ne, do ta zgjidhim këtë problem. Se aty duhet të ketë një investim ndoshta edhe më i madh dhe qytetarët. E në ndërkohë, çka po thot Ministria e Ekonomisë, ku prapë keni ministrin e vetëvendosjes?
Çka po thot? Pse s'kemi kualitet mirë? Ato projektet më mirë i din kryetari i cili tu i menaxhu me komunën. Kur vijun në pushtet atëherë di si menaxhoj. Po të pyes për shkak se jemi 25 vjet që diskutojmë për ujin klin. Janë 20 vjet sigurt. Zenon. Projektin për cilin po flasim është implementu, ka përfundu, është inauguru, është fjala sigurimi, burimi të ujit, sepse bazuar në rekomandimin e raportit që përmenda më herët, si e met ka qenë që uji në burim nuk ka qenë i përshtatshëm për të kaluar në për filterat e një fabrike cila ka qenë investuar në vitet 2015. E tash që nu filterat masi që inauguruat me zotin Fundrusi është lëshun funksion dhe tani është në përgjithësinë e kompanisë Hidrodrini që të bën ka bë një 2 muaj kohë me komuniku në mes të fabrikës ekzistuese dhe rezervuarit për shkak të teknologjisë së vjetruar dhe tani mo që një dikun 10 ditë e kanë zgjidh problemin dhe ka filluar me rrjedh ujit edhe po presim rezultatet nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Okej. Pra, unë veç po du me e cek, nëse dalin rezultatet në ndërkohë kur po e gjirojmë këtë debat, jemi fundi shtatorit, dhe ta transmetojmë më vonë, nëse dalin rezultatet e institutit për analiza publike, nëse dalin qëto rezultate mirë, ne do ta mbulojmë këtë temë që uji është apo së është i pishëm. Të me thonë, kjo gjë mundet me ndodhë mas debatit që po e gjirojmë. Urna. Jeta kështu. Tek statistikat, na kemi miratu në Kuvendin Komunal, planin zhvillimor komunal, edhe nga i studim që është bojnë janë 86 litra për sekund që i prodhon fabrika aktualisht, e këto 86 litra për sekund nuk i plotësojnë as kriteret për furnizimin e qytetit. Dhe fshatra o përras janë të lidhura me ujësjellësin e qytetit, na prap do të kemi probleme të vazhdueshme me ujë të pishëm. Andaj shfaqësimi të ministria dhe të departamentet të caktuara mendoj se nuk na lën pa faj as institucionet komunale. Zenon? Për këtë arsye është planifikuar që të ndërtohen edhe 200 litra kapacitet të reja për ujë të pijes. Që do të me prit prap, do të me vazhdu prit. Sokol, koha jote. Jeta me qenë se ne jemi në kontinuitet të këtyre debatëve që nga viti 2007 së bashku dhe jemi mundua që në mënyrë kronologjike premtime që i kemi bërë paktën edhe masanen edhe me rishiqu nëse vërtet ato premtime në bajt, unë sa po ndëgjova prap edhe një herë premtimin e zotit Elezi që thot për ndërtimin e një impionte për trajtimin e ujrave zeza, unë mendoj se premtimet megalomane që po bëhen nëpër debate televizive me qëllim për joshjet e votave, pastaj po dalëm para qytetarëve në mënyrë po e gënjejmë ata, se s'po mundim realizu ato projekte s'po mundim realizu. Faleminderit, Zenon. Këto nuk janë premtime të pabazuara. Ne gjatë mandatit të kaluar kemi ndërtu 3 impionte biologjike të trajtimit të ujrave të zeza. Në fshatin Vëlljak, Sferk, po vazhdoj me shpjegu. Si dhe kuptohet investimet për impiontin kryesor të trajtimit të ujrave të zeza, ne kemi hartu studimin e parafizibilitetit. Mirë po kuptohet, Qeveria e Republikës Kosovës këto vite nuk ka mujtë me ratifiku asnjë marrëveshje ndërkombëtare, ndërsa për këtë projekt kërkohet mbështetje edhe nga buxheti konsoliduar i Kosovës apo forma tjera të financimit. Bashkërapose me ditë, në aspektin shkencor ka të më thonë parafizibilitet. Që ka fizibilitet e di, por me këtë parafizibilitet unë dhe me sot halos ka mujtë me kuptu këto drejt, por fjala ka qenë të premtimet që i ka dhonë në mandatin e kaluar, se do ta ndërtoj impiontin për trajtimin e ujrave zeza, impiontin kryesor. Jo këtu, pas as ke fillu kur gjë. Do të filloj ndërtimi. Pas ke fillu kur gjë. Prandaj është mirë me kosh shumë racional në ofertën që e dhojmë qytetarëve. Zenon? Parafizibiliteti sjell alternativa, varianta se ka do të shkon zgjidhja e problemit. Ndërsa me premtimet që i dhash pak më parë, unë do të hartoj projektin kryesor, projektin teknik për ndërtimin e impiontit të trajtimit të ujrave zeza. Ndërsa financimi është, unë mendoj që asnjëri prej kundërkandidatëve nuk mundet me e bën vetë, sepse duhet me blloku komplet buxhetin 3 vjeçar
vetëm për këtë projekt. Domethënë është e pamundur me shku me investime vetanake të buxhetit komunal. Edhe kjo ka qenë arsyeja pse nuk kemi mujt me fillu ndërtimin. Janë botë 8 vite edhe ky plan s'ka fillu i fizibilitetit për trajtimin e ujëve të zeza. Domethënë kjo po ripërsëris komunën nuk e lën pa përgjegjësi për mos me fillu si projekt, as mos me apliku në asnjë organizatë ndërkombëtare ose fondacion tjetër që financohet si projekt shumë i rëndësishëm për qytetarët e Klinës. E kemi hartu, thash, para fizibilitetin. Edhe e kemi vlerën orientuese të investimeve. Kemi apliku në shumë fondacione, por pa sukses, sepse pa mbështetjen e qeverisë Republikës Kosovës, pa ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk mund të realizohet kjo. Unë për mandatin e ardhshëm e kam qartësu, do të filloj edhe me vijete vetanake në segmente të caktuara. Do të ndërtojmë nashta vetëm gypin nëse nuk kemi mbështetje nga qeveria. Veç nëse mundet me na u tregu se ku është aplikuar, cilat prej fondacioneve, projekti i caktuar, është aplikuar në fondacionin e Austrisë, edhe në shumë takime që kemi pas, por gjithmonë ka qenë kusht pëlqimi i qeverisë për me hyrë në zhvillim projektit. Asnjëherë se kemi marrë atë. A e keni kërku pëlqimin e E qeverisë? kemi kërku që nga fillimi Qysh po tu s'ta ka dhënë qeveria pëlqimin? po nuk ka pas ka pas projekt. jo, projektin e thash para fizibiliteti ka ekzistu, po nuk ka pas konstruksion financiar, domethënë nuk ka pas zgjidhje, sepse edhe projektet që janë sepse qeveria ka shku një herë me prioritet i ka zgjedh komunat e mëdhaja. Pastaj i ka lënë komunat tjera. Domethënë kjo është sipas meja. Ata ka dhënë pëlqimin. Nuk na ka dhënë pëlqimin. Kemi pas takime të shumta me ministrin e linjës. Për shumë të mëdha të paraosh edhe për investime të mëdha, patjetër se duhet me qenë një studim shumë i mirë, do të qenë edhe një plan zbatues për atë projekt. Në mënyrë që me apliku në për fondacione ndërkombëtare. Unë s'po them se është e vërtet, po dyshoj që ka apliku dikun për implantin e trajtimit të ujëve zeza në qytetin e Klinës. Për arsye se s'ka as një studim që vërtet deri me tani për këtë çështje. Urdhna? Mund t'ja ofroj studimin më njëherë pas këtij takimi, sepse ekziston studimi para fizibilitetit. Kemi pas takime të shumta me ministrin e linjës, me kryeministrin, po t'ju them qysh në kohën e kryeministrit Hoti, edhe pastaj edhe me ministrat e linjës, por që nuk kemi ardhur në shprehje, sepse prioriteti i qeverisë ka qenë diku tjetër. Ramizi po flet veç pak se po flet. Jeta lutem, besoj që qytetarët e Klinës atë shumë kanë nevojë për ujin e pijes dhe po vujnë dhe fuqishëm jam i bindur që do t'i ndëshkojnë pikrisht edhe kryetarin e tanishëm në votat që do jenë me 12 tetor për këtë neglizhencë, për këtë mos punë, dhe ata janë të vetëdijshëm që problemet nuk zgjidhen me fjalë duke ju marrë ligjërata, por ata dojnë ujë të pijes. Jeta u përmend edhe kryeministri i subjektit tonë politik zoti Hoti, edhe unë me bindje të plotë them se as në kohën e tij nuk ka pas ndonjë refuzim mbi projekte të caktuara ose dhënie pëlqimi ose gjëra të tilla. Mirë po, këto shfaqësimet unë mendoj se janë pa baza kur dështohet në projekte të caktuara, si te uji e pijshëm, si te projekti i trajtimit të ujit në zeza, atëherë komuna po mundohet që këtë faj ta hodhë dikun tjetër ose të institucionet të tjera. Abdullah Hoti, si çdo kryeminist, është kryeminist i Republikës Kosovës, nuk është jasnjë partie, vjen nga një parti, po ushtron funksionin e kryeministit të qeverisë Republikës Kosovës, dhe unë me përgjegjësi të plotë ju them që me çdo ministër, kudo që më ka dhënë mundësia, e kam debatu mundësinë, sepse ti duhesh me pas një takim paraprak, nisëmtar për me zhvillu procedura, ndërsa të gjitha përgatitjet janë bë. Të paktën unë kam 3 implante biologjike për trajtimin e ujrave të zeza, që kam ndërtuar mandatin e kaluar. Po implantet biologjike duhet jenë pika grumbulluese të kanalizimeve, jo diçka tjetër. Do të thonë që nuk është ndaj
arritje ose në investim ku me ditë sa ato nuk e bojnë zgjidhjen e duhur për trajtimin e ujrave të zeza. Nuk ka pas diçka tjetër që e kesh bo këtë problem që është ka trajtohet në mënyrën e duhur, që aty është problemi. Je keq që edhe nuk mundesh me di se çka është impjanti biologjik, shko vizitoj 3 impjantat atëherë në debatet. Vetë tregon aty çka është. Po tash unë më me tregu, nëse na lejon më me ta shpjegu. Po, bash tregona se po na duhet me di çka është impjanti biologjik. A t'ja shpjegoj jeta? Urdhma. Impjantet biologjike janë trajtim i ujrave të zeza në rrugë biologjike. Ndërtohen kolektor dhe vendosen shtresa të ndryshme të rrërës e zhavorit, pastaj mbillen edhe bimë të cilat ushqehen me ato komponente, me ato elemente kimike të cilat e minimizojnë, e zvoglojnë deri në 90%, e pastrojnë ujrat e zezat deri në 95%. I kisha lutë çdo njërin prej kundër kandidatëve me shku mi vizitu këto 3 impjante, të cilat janë nën menaxhimin e kompanisë rajonale Hidrodri. Jeta pika grumbulluese për ku të bohen ujrat e zeza. Kjo është impjant. Po du me shku të tema e radhës. Klina i ka të miratuar 2 dokumente të rëndësishme që rregullojnë çështjen e urbanizmit. Këto dokumente i përcaktojnë zona se ku do të ndërtohen banesat. Për ne është më rëndësi me kuptu nga kandidatët se cilat zona qytetit nuk do të ketë ndërtime të larta e në cilat zona do të lejohen. Pra, të ndëgjojmë kandidatët për planin e tyre për zhvillim, më sakt po e dojmë cilat zona keni me leju me ndërtu banesa, po fillojmë tash për anës tjetër Zenon Kohajuj. Fatmirësisht, Komuna Klinës tani ka 2 dokumente të rëndësishme të planifikimit hapësinor, mbi bazën e të cilave edhe janë të parapara ndërtimet e larta. Në zonën A, zona qendrës së qytetit, lejohen B plus P plus 10 kate. Ndërsa zona B, që është në perëndim të zonës A, lejohen ndërtime B plus P plus 6 kate. Ndërsa në pjesën tjetër të qytetit, lejohen ndërtimet e larta B plus P plus 4. Me hartën planin zhvillimor komunal, të cilin e kemi aprovuar para 2 muajsh dhe ka hyrë në fuqi, realisht na obligon që ta revidojmë edhe hartën zonale, edhe pse ka afat deri në vitin 2028. Unë e vlerësoj si të rëndësishme që të vazhdojmë në qendër, në pjesën A me të njëjtin etazhitet, B plus P plus 10, ndërsa në pjesën tjetër të qytetit do të shkojmë të parashojmë lartësinë B plus P plus 6 plus 9 kulë. Dhe sigurisht në qoftë se gjatë hartimit të hartës zonale ka, sepse edhe ndërtuesit i paraqesin shqetësimet e tyre për koston, për fitimet e tjera, unë e mendoj që ky është vizioni im për qytetin e Klinës, në qoftë se kërkohet ndërtime më të larta, sigurisht që kërkohen edhe studime specifike sismike për shkak të shumë parametra të tjerë, të cilët duhet ta sqarojnë edhe lartësinë e katëve. Po për këtë e kemi edhe Zenon, nëse po thunë nëse lejon, kërkohen kate më të larta, me çfarë kushte ti kishe leju kate më të larta? Me çfarë kushte? Vetëm me studime specifike të sheshëve sismike që për Kocovë fatkeqësisht nuk janë kry shumë, është kry vetëm për Gjilanin. Do me thonë s'ki me lanë nëse s'kryen qëto studime? Jo, pa u kry, sepse ajo jep zgjidhje në kuptimin e shumë parametra të tjerë, siç është efekti rezonues, i cili mund të rrëzojë objektet për shkak të kushtit të trollit dhe. A kena i financues të fushatës tone që është ndërtues? Jo. Kandidat për asamble që është ndërtues? Jo. Mirë, po shkojmë tutje, zotin Bashota. Po, jemi pari prej kryetarëve të komunave të Kosovës, i cili kom inicu hartimin për harta zonale komunale, edhe i cili është implementuar pastaj në vitin 2017-18. Mas plani zhvillimor komunal, do të thonë që është miratuar tash edhe në asamblenë komunale të fundit, më duket, unë prapë do të inicioj rividimin e hartave zonale komunale, për arsye se kanë kaluar 4 vite nga miratimi dhe ligji këtë e lejon, dhe të gjitha ndërtimet që do të bëhen në komunën e Klinës do të bëhen në possibilitet plot me harta zonale komunale. Por
nuk mund me vazhdu matutje pa e përmend faktin se ku jemi ne sot si komunë. Në komunën e Klinës sot nuk ka inspektor të ndërtimit, për arsye se ai është suspenduar për shkak të keq menaxhimit apo korrupsionit apo nuk di, edhe që mendoj se është rol lajthitje të shefit të Zënun e Lezit, ku është dënu edhe drejtori atëherë Lorenci, se jam s'pe di mirë. Prandaj, ne pa tjetër se duhet me bëni zgjidhje për këtë çështje. Të kaluarën Zënuni ka premtuar se njerëzit të cilët kanë presedan, të cilët janë të dënuar, nuk do të ndihmojnë komunë. Ky përkundazi i ka avancuar ata, edhe sot i ka edhe një listën për asamblejë komunale, vetëm me dallim ja kanë rruvenin nga drejtori i infrastrukturës, ka bu drejtor të... E ju sa ka do t'i lënin Klinë? Në përputhshmëri me hartat zonale. Ato e nëse a keni me ndru hartën zonale? Si? A keni me ndru? Harta zonale mund të ndru? Po ato hartat zonale bëhen me dëgjime buxhetore, bëhen me ekspert. E ju çfarë drejtimi keni me dhënë? A doni me ndru, a s'doni me ndru? Hartën zonale. Jo, hartën zonale nuk mundna na me ndru tani për tani, por ne do të bëjmë një revidim. Do të bëjmë një revidim. Do të bëjmë një revidim. Do të ndroni. Çaj ndrim. Veç po na intereson se kol vizioni juaj si kandidat për kryetar. Çfarë vizioni ki? Sa kat e kishe propozu maksimum me u lanë me ndërtu në Klinë? Po, unë mendoj se Klina tashmë në aspektin e shtrirjes së objekteve, në aspektin horizontal e ka të pamundur, patjetër se duhet më dhënë mundësia për shkak të rritjes së numrit të popullsisë edhe në aspektin vertikal. Por gjithmonë në popullshmëri duke mos e prish planin. A keni rritje në numrin popullsisë prej urban. Matjes së fundit popullsisë, keni rritje në numrit popullsisë? Jo, nuk ka rritje të numrit të popullsisë në komunën e Klinës, përkundazi ka një rami, por Klina është të populluar më shumë me qytetar të ardhur nga fshatrat përreth. A keni financues të fushatës juaj që është ndërtues? Jo. Kandidat për asamble? Jo, më sa di unë besoj se. Ke shkojmë tutje, zotni Rusta, plani juaj për planifikim urban në Klinë. Është mirë që komuna Klinës i ka të miratuara edhe hartën zonale dhe planin zhvillimit lokal, por zakonisht duhet respektuar ligji, duhet biseduar me qytetarët aty ku ndërtohet. Une në mandatin tim, nëse qeverisim me Klinën, cili do që merr lejen për ndërtim, spaku në objektin që do të ndërtoj, duhet ofruar 30% hapësirë gjelbruse, dhe është edhe në hartë zonale që çdo 100 metra katror të objektit të ndërtuar, duhet se paku të ketë një parking për 2 vetura. Kjo do të ishte një zhvillim më i mirë për Klinën. Gjendja aktuale në Klinë shifet nga njëherë edhe nga lartësia se dallon disa objekte nuk e kanë lartësinë e ndërtimit të njëjtë, por besoj që në mandatin që do ta qeverisim, gjithçka do të respektohet në bazë të ligjit, në bazë të hartës zonale dhe planin zhvillimor lokal. Sa ka do t'i lejoni ju, nëse vini në pushtet? Maksimum? 6 plus 2 katët me lokale aferiste. 8 katë. 8. Cila zona 8 katë do të lejoni? Cila zona? Pa sigurisht zona A, veç gati është në bon ndërtimi i Klinës në zonën A, por në pjesë tjera ku ka hapësirë, që tashti po ndërtohet aty banorët merren vesh mes veti për të liruar objektet e tyre private dhe në ato për të ndërtuar objekt ndërtimit lartë. Zënun Leza i tha që ka zona që dejnë 10 katë lejon. A e ndroni ju që kriter, sepse ta 8 katë? Nëse ka atë pjesë të ndërtuar në 10 katë, nuk mund t'ja prish estetikën qytetit që të ndërtohet objekti... Po, veç parës të dejnë 8, për që ata mu po më interesant që a i bënë që të një që janë dejnë 10. Pjesa që është nuk ndërtu atje, besoj që është 8 katëshe. Po tha që është 10 katëshe. Veç e lejon edhe 10. Mirë, këtë regom asamblejist, a ki në listë që janë ndërtus? Jo, përbes i kom gjithë profesionit të arsimit njerëz
kulturës nuk kam Mirë, afarist. financues të fushatës që është ndërtues? Jo, absolutisht. Faleminderit. Arben, koha juaj për zhvillimin urban. Zona urbane mbuluar me planin rregullues urban në Klinë, përfshini sipërfaqe prej 577.92 hektar, që evidentohet si zonë urbane. Andaj ne mendojmë se sipas planit zhvillimor komunal, i cili e definon edhe çështjen e ndërtimeve dhe të zonave të ndërtimit, tek ndërtimet e larta është fjala, ne jemi për respektimin e ligjit, por sipas studimeve të mundshme nga ona ekspertëve të urbanizmit, ndërtimtarëve dhe sipas ndonjë studimi të mundshëm që mund bëhet, mund edhe të revidohen këto nëse nuk paraqet rrezik për qytetarët e komunës e Klinës dhe normalisht nëse nga dezimet qytetare, nga këto projekte që vazhdohen para revidimeve ose rregullimeve të hartave zonale kur i kalon afati ose planit rregullues, nëse nuk parashihet se qytetarët rrezikohen, edhe mund të revidohen edhe të ndryshohen normalisht. So kat keni me leju me u Është e përcaktuar tash me plan zhvillimor komunal kjo gjë. Është, Arben, po mundet të mundru planin zhvillimor. Nëse unë thash, nëse ndërtimtarët, ekspertë që i kemi në komunë, e vlerësojnë se duhet revidohet edhe duhet ullet numri i kateve, për shkak se Klina është një qytet i vogël edhe ndoshta edhe nuk i përballon edhe numrin e madh të ndërtesa afër qendrës së qytetit, nëse është mundësia edhe sigurohemi nga ekspertët se duhet revidohet, ne jemi për ta reviduar, por nëse ekspertët e vlerësojnë se duhet shkohet me këtë formë, pasi edhe plani zhvillimor është bën nga ekspert, atëherë mund të vazhdohet edhe kështu. Arben, a ke financues të fushatës tone që janë ndërtues? Jo s'kemi. As kandidat për asamble? Jo s'kemi. Mirë, a ka Zenon kërkove replikë, sepse këtu përmen emni? Është çështja e mungesës së inspektorit të ndërtimit. Ne kemi konkursin që 3 vite të hapur, vazhdimisht e hapim. Por nuk lajmërohet asnjë inxhinier që i plotson kushtet për më vendos. Përkundër kësaj, ne nuk e kemi lanë në stihinë e përditshmërisë, por drejtoria e inspektoratit e menaxhon me sukses sepse kërkon incizime gjeodezike të çdo etazhi, të çdo kati, të cilat bëhen nga një geodet i licencuar. Mirë, a ka shumë ai vendim inspektorati ju që ky që është, që po thuaj krym punën e vet? A ka bon ai dënim, a ka nal nai? Gjithsesi, shumë, jo pak, po shumë. Shumë vendime. Shumë. Shumë. A ka prish nai kat dikun Zenon veç para se më shkututje? Jo, sepse tani më kompanitë e ndërtimit janë të vetëdijsuara. Ata bojnë incizime gjeodezike nga geodeti i licencuar, i cili nuk e shkel sepse humb licencën. I bën matjet e sakta dhe i dorëzon në drejtorinë e inspektoratit. Komunës së Klinës nuk i vjen e keqja kur zbatohet plani harta zonale komunale, por i vjen e keqja këtë tjetër kur djali i kryetarit, që është arkitekt sot, merret me arkitekturë të disa objekteve të cilat kryetari i komunës sot ja jep lejen e ndërtimit. Për mua kjo është një shkelje shumë flagrante, për cilën duhet me u përgjigj vetë kryetari. Ky është një dokument i ARBK-s, ku është firma e djalit të kryetarit, dhe ashtu janë objektet të cilat i ka bo arkitekturën e ka bo djali ti. Koha? Edhe këto jenë në komunën e Klinës. Zenon? Djali im është arkitekt, mbje mirë, është shumë i mirë, jo se është djali im, po jo vetëm Klinë, po edhe diku tjetër, edhe tjetër ka bënë, sepse është një prej arkitektët më të zotë Kosovë, shumë i ri, 29 vjeçar, punon për shumë kompani të jashtme, gjermane, austriake. A punon edhe në Klinë? Punon edhe në Klinë, por unë jam i kujdesshëm, nuk hy në konflikt interesit, nuk ka asnjë presion, Zenon e Leza nuk merr vendime me ngritje të azhitete që ka bërë Sokol Bashotaj në kohën e mandatit të tij që ka ngrit nga 5 kate në 10 kate dhe ende nuk ju ka kthy vlerësimi i ligjshmërisë. Asnjëherë s'ka pas ligjshmëri vendim. Unë nuk marr asnjë vendim. Sokol? As edhe një ndërtim
në mandatin tim, në 10 mandatet e mia që unë pos, kisa kjo për 2014 faktikisht, por asë një nuk e kam pa leje. Këto atin fort mirë. Po, këtu, zotni, jenë dhonë disa për djallit tonë, që në bo, lejet i kënë oti, madje, në njerën nga këtu, edhe është bo projekti, edhe komuna ka lidhe kontrat për blerjen e derivateve për komunën, pikërisht në të njëjtin objekt kur djallit i e ka bo edhe arkitekturën e atij karburante. Kështu që, nëse qëtu nuk ka shkile ligjore, unë atëherë nuk di komunën do pas mo. Ju për dhe këja e një të primë për këtu sane, vazhdoni rrugën ligjore, ti e ki ngrit etazhitetin pas ndërtimit të objektit që ki bo asu marrëveshje për ndërtimin e komunës. Ti sëkoll e ki ndërtu pjesën që ka qenë biznesore, është ndërtu krejt, afariste, e ja ki ndru destinimin sot është banes, për banem, Jo, sot vërtetish. ku e në tonë në Po mirë, po ti nuk mundesh ti me kundër argumente tjera me u përgjigj qësaj shkele ligjore që ti e ke bon. Kjo është konflikt pure, konflikt interesi që po bon të linë. Qa me thonë, nuk mundet me mon lejen ndërtimore, një ndërtuese në komunën e Klinës pa bon arkitekturën djallit. Kjo s'do men. Pyeti, ke qytetarët e Klinës njëtën fjalë të thonë. Jeta. Po. Çështja e djalit tem është nëse një qytetar i Klinës me argumente thotë që unë i bëj presion dikuj, s'ka shans. Ai bën projekt as sa i jepet mundësia, nuk mundet të bëj krejt projekte. A ju kanë dhënë leje kompanive që se kanë punë djalin tonë? Si the? A ju kanë dhënë leje për ndërtim kompanive që nuk e kanë rrogë djalin tonë? Djali jam ka firmë, kompani private të projektimit. Mirë, a ju kanë dhënë leje tjerëve? Edhe projekton, po gjithsesi, po si jo. Okej. Si jo, krejt në Klinë, ta them një, as një javë nuk pritet për lejet ndërtimit. Kur Arben, plotësohen kushtet, faleminderit. 30 ditë që nuk ka shans me shku, po edhe një javë nuk pritet. Kjo që po thot kryetari, me të vërtet nuk arsyetohet. Edhe unë kujtoj që për këtë rast duhet me kërku falje dhe nëse është konflikt direkt i interesi, është konflikt indirekt, se qaj projekt shkon në komunë edhe miratohet edhe hynë të qytetarët e komunës sonë. Mendoj se është Arben, mirë po, a ka projekte që nuk janë me djalin e ti, e që po ashtu marrin leje? Sigurisht se duhet me pas, se nështë atë gjithas mundet me i përballu mi bo, po nëse kjo qëndron që djali ti si arkitekt, unë e pranoj që mundet me qëndër arkitekt më të mirë, po nëse kjo qëndron se a i bën projektet edhe implementohen, kryetari duhet me kërku falje se një farforme është një konflikt indirekt i interesit në këtë rast. Zenon. Unë e di shumë mirë konfliktin e interesit, ato projekte unë asë nuk i shoh. Është kompetencë direkte e drejtorisë urbanizmit, gjithmonë e udhëhesh një inxhinier, Ti je menaxheri. Ai përgjigjet për punë që i kryen të vetat, edhe besoj që qytetarët e komunës Klinës, hulumtoni, delni, nuk ka kusht që mund të flet diçka për këtë djalë arkitekt në komunën e Klinës, përkundrazi ai bën projekte edhe jashtë komunës Klinës për shumë kompani prestigjioze. Zyra prokurimit është kuadër zyrës kryetarit, që ku fillojnë gjitha projektet. Është drejtori e veçantë. Shqo, ti jemi shumë sinqert. Unë asë një problem personal nuk e kam asë me ty, asë me djalin tënë. Përkundrazi, unë është shumë vërtet që këmë dëgju vetëm fjallë të mira për te. Dhe më vje shumë mirë që një djalë i Klinës është një arkitekt i këtij lloji. Por ti si menaxher i komunës zotni, firma ndërtimore shantazhohen me marr punën djali yt për me kry arkitekturën dhe pastaj i jepet leja. Kjo është duke çarkulluar për tërë Klinën dhe din këtë afaristët të komunën tonë. Këto do të më sqaroj, kjo është një shkelje ligjore për cilën dikur do të përgjigj. Zotni Eliza. E thash edhe një herë, nuk ka shantazh, përkundrazi ai punon, vepron me firmën e tij dhe unë nuk e menaxhon drejtoria e urbanizmit, lejet nëse ai aplikon, po ka shumë pak leje, nuk ka shumë leje që ka bo projekte ai, mirë po nuk është ndalume. Partia Demokratike e Kosovës për këtë punë është ma herë, leti ndjek, leti dërgon në gjykat, edhe qysh i dërgon për çdo ditë, unë se kam asnjë problem se di që s'kam përgjegjësi këtu.
Asnjë se kemi dërgu, të jesh i sigurt për to. Unë mendoj se fjolla publike duhet me thirr ata të cilët janë përgjegjës për këtu. Për te kësaj, Zoti Elezaj ka dhënë një leje për fabrikën e cementit në një zonë të banuara me qytetar, ku janë mbledhur dikun mbi 5.000 nënshkrime si peticion për me ndalu atë fabrikë, dhe ky ja ka dhënë edhe kushtet e hetimit, edhe lejen ndërtimore. Prandaj në fund Zenon me ta ka bu shkelje për to. Se ka në fund së ndërtua ajo cimentore. Nga presioni i qytetarëve publik e kemi diskutu këtë, po Zenon përgjigju. Për para meje, Sokol Bashota ka lëshu pëlqimin për atë fabrikë. Për para meje. Masi ky nuk u konë se ky ishtë maru 10. Kur është të vërtet? Thjesht unë ko 10 vjetë me dartë e kësha maru. E ke shumër ta kom Nuk dështu është, jo, aty ke manipulu. Ti aty ti ke manipulu me një paragraf ligjor që është. Me një paragraf kur duhet shtiti ato, nëse e gjohën dikun që kësaj fabrike, i kom thonë pëlqim une, atëherë une nuk garaj mu për kërëtorë. Pak para zirë, në 2017. Po ti si organ komunal, mos por, ja ke qu një pëlqim Falë, Rani i Arbenit. Rani i Arbenit. Veç pak së kërë. Veç së të me thonë. Për të vetëmin rast, në nëshkruin edhe drejtorët për katës, po në nëshkruin edhe stafi zyrtarë. Vetëmin rast me fabrikën e cementit kanë nënshkru vetëm stafi politik i kryetarit, dhe ju ka shmong edhe se kanë nënshkru asar Ligoshi, nuk e kanë nënshkru asë Nusheri këtë projektin asë lejën. Zenon, kohën tënde. Leja ndërtimit fabrikës cementës është lëshu me qenë se janë plëtsu të gjitha kërkesat që kërkohen për më lëshu leja e një fabrike cementës. Pas komunikimit, si pas informata që kënë ka drejtoria urbanizmit. Edhe këto ka marrë vendim asambleja komunale me shfuqizu vendimet, por që ka qenë vlerësimi i lishmërisë së vendimit antiligjor nga Ministria e Linjes. Ministria edhe Komisioni Pavarur për Minera Minerale, edhe Ministria e Mjedisit përmes Ministrisë së Pushtetit Lokal. Zenon, veç me di gjendjen e tanishme, se kemi diskutuar punë për para në debate, po tash, a marrohet fabrika, a s'marrohet? Qështë është në gjykatë, na nuk e marrojmë, na e kemi të rjek lejen. Tash, nëse qërte është në arbitrar. E kemi të rjek, a bën jeta, e kemi të rjek lejen. E kemi pëzullu për shkak se Ministria e Mjedisit e ka pëzullu pëlqimin e Mjedisit për ndërtimin e fabrikës. Mirë, më falë, Arbeni po pret me fol, njëherë Arbeni. Jeta leja është dhonë, faktikisht, edhe ka pas një presion qytetar goxhat ma në komunën e Klinës, duke u të bu për mes peticioneve. Unë kam qenë antari asamblesë komunale, edhe peticioni ka arë në asamblejë komunale, na i kemi dëgju kërkesat e qytetarve, në vazhdimësi edhe asambleja e ka mbështet peticionin kundër ndërtimit e fabrikës. Kjo ka qenë edhe e curia asaj, po të mos ishte presioni qytetar, po njëkohësisht edhe asamblesë komunale që kjo punë të ndalet, edhe t'jemi me popullin edhe me qytetarët, ndoshta fabrika sot veç ish në ndërtim e sipër. E kemi për cilë ka pas debate për këtë punë, jemi të njoftum, po du me dojnë tema tjera që ju lidhin me premtimet e të ardhme, se kjo punë o diskutu në debate. Ramez, e kërkove fjallën e po ta e fjallën. Vetëm deshta këtë tha Arbeni që ka qenë pikrisht presioni qytetarve, pikrisht i atyre zonave që e rrethojnë këtë fabriku është dash të ndërtohet që nuk ndërtohet, i banorëve të Gremnikut, të Dolcit, të fshatrave për rreth aty, zajmit e tjerë se e përfshin atë pjesën e rrafshit të Klinës, ka qenë presioni që ka bën ndalimin, por edhe Ministria e Linjes që ka marrë një vendim të tillë. Do të shkoja tutje të tema radhës nëse Zenon s'ki që ka me thona, po të diçka? Okej, po du prej mesit Ramiz po e filloj me ty temën e radhës. Arsimi është temë rëndësi, sa shkolla keni me i pilotu për mësim gjithë ditor në 4 vitet e ardhshme? 1 minut, urdhna. Jeta unë vetë kam qenë periudhën më të mirë, kam punu në arsim. Arsimi është shtylla e ndërtimit të shtetit dhe tash po flasim për komunën e Klinës. Është
si projekt pilot duhet mas pari siguruar kushte për të mbajtur një mësim tërditor, kur e dim që komuna e Klinës të gjithë gati banorët vërshojnë aty dhe janë ngarkuara sidomos dy shkolla fillore Ismet Raci dhe Motra Qeriazi, aty spari, po paraprakisht duhet siguruar një kuzhinë qendrore, se ata fëmijë duhet të ushqehen dhe duhet kenë kushte për të mbajtur mësim gjithë ditor. Si pilot projekt spari kisha tentuar që në këto dy shkolla të fillon projekti për mësimin tërditor, e mbasandej edhe në shkolla tjera ku ka kushte për me mbajtur një mësim të tillë. Faleminderit, Sokol. Ju so shkolla menoni që keni mi pilotu për mësim gjithditor? Problemet në shkollave që ka jenë të thellu hala ma shumë në këtë 8 vjeqar të qeverisës e Zotit e Lezi, paramendo drejtoret që bohen emëruar në patru shkolla, bazë konkursit, ndihen me javë të tëra se kush ka marrë aty drejtor. Kjo dukuri dohet më eliminu, po ashtu edhe ndarja sot e orëve, nga 10 orë për mësimdhënës, se po i vynë ma shumë për vota tash, është një shkelje shumë e rona dhe kjo. Po ashtu, të tema që po e potencojmë, është vërtet një sfidë shumë e madhe që kanë më ballafaqu të gjitha shkollat në Kosovë, edhe ne do të bëjmë një projekt pilot me një shkollë, pastaj do të shohim mbarvajtjen se si duhet shkoj edhe matutje për në zgjeruar në tërë territorin e komunës Klinës. Faleminderit. Arben, ju çush e keni planin për mësim gjithditor? Ne spari do ta përmisojmë cilësinë e arsim duke mos lënë që degradohet arsimi siç është bërë deri tash. Unë kam përmend që fundi i degradimit të një drejtorie të arsimit, të një sistemi arsimor është kur një historian qohet në shkollë me dha matematik, çka muj mi u bona nxënësve kur një historian e ligjeron lëndën e matematikës. Gjithashtu kem shkolla që një vetë që s'kanë se mojnë teknologjinë e informimit një ndër lëndët ma kryesore në shkollë sot, që një vetë ka shkollë që s'kanë mësimdhënës për tik, ndërsa të mësimi gjithditor, ne mendojmë startojmë me 2 shkolla pilot. Dihet se ky projekt është nisë prej subjektit tonë politik në Prishtinë, edhe për shkak të mundësive buxhetore mendojmë që me 2 shkolla, jo shkollat mëdha që po premtohen këtu, se shkolla Ismet Raci në Klinë i ka 1300 nxënës dhe dihet kostoja e shujtave dhe ushqimeve për nxënës. Mësimi gjithditor në bazë të akës. Mësimi tërditor do të fillon të pilotohet në vitin 2027, për arsye sepse me buxhetin e vitit 2026 nuk kemi mujt me parapo. Planifikojmë të themelojmë një kompani publike e cila do të merrej me furnizimin dhe sigurimin e ushqimit, sepse është një çështje jashtëzakonisht e ndihshme, e cila do të punon edhe për përfitime tjera, domethënë do të ketë një, por që kjo varet edhe nga aprovimet që bëhen nga Ministria e Ekonomisë, sepse jo rrallë herë na ka ndodhur që të kemi stopime, sepse kërkesat tona janë për themelimin e 2 kompanive publike që 3 vjet nuk ka përgjigje nga Ministria e Ekonomisë. Mësimin tërditor mendojmë në Klinë ta pilotojmë, në qytetin e Klinës, dhe ideja është që me i kalu shkollat në një ndrim, domethënë në një shkollë të jenë nxënësat e klasës parë deri në 5, 2 shkolla janë, po t'i kalojmë nxënësat në një shkollë nga 1 deri në 5 dhe një shkollën tjetër, ndoshta ideja është e tillë, sidoqoftë do të ketë edhe shumë debate për këtë formsim. Urna. Këto janë idetë tona, se i kemi prezantuar ne në asamblenë komunale. Edhe është mirë edhe kur të kopjojnë për mirë, sepse s'ka gjë të keqe, ndërsa te kuzhina normalisht se pa asnjë kuzhinë qytetit, as nuk mund të implementohet projekti mësimit tërditor. Andaj secila prej subjekteve politike në këtë rast ne na bie kjo barë besoj nga 12 tetori, që duhet fillimisht ta formojmë kuzhinën e qytetit, në mënyrë që të kemi mundësi ta implementojmë si projekt. Më vjen mirë që ju kujtu, ky nuk e tha, pa trasin nuk e tha, domethënë e thash unë. Po, edhe jam autori i parë. Nuk e tha, se tha me qyteti ka 2000 nxënës. Po nuk e tha ti. Edhe 10.000 euro është dita vetëm për shujta ditore, kështu që
është goxha sfiduese kjo, po këta nuk e kanë fort problem edhe nëse nuk arrihet me u realizu. Zenon, Po s'po di sa më fol për këto gjëra. Qytetarët e Klinës e dinë, kanë mbështet 2 mandate, të shohim, besoj që premisat janë të mirë për mbështetjen e mandatin e 3 dhe bin poshtë këtë çfarë po thotë. Zenon, për te po filloj temën e hapësirave gjelbërta, parkingjeve, hapësirave publike. Ku do t'i krijoni çto hapësira të reja publike për me mujt me pas një jetë shumë kualitative në Klinë? Parking publik do të ketë afër shkollës Ismet Rasi, 100 parkingje do ndërtohen me partneritet publiko-privat dhe një parking tjetër do të ndërtohet afër bankës private për biznes që njihet për banorët e qytetit, gjithashtu 100 parkingje me partneritet publiko-privat. Me harta zonale është e parapame që çdo 100 metra katror ndërtim leje ndërtimit është e kushzuar që të shoqërohet me një parking, me 2 parkingje. Do të thonë, çdo banesë e re që do të ndërtohet Klinë do të ketë parkingje të mjaftueshme sepse leja përndryshe nuk i lëshohet, ndërsa hapësira gjelbëruse kemi menduar me ndërtu një park tek shkolla mesme që potencuar më herët Fehmi Agani, është lokacion i domethënë pronë publike dhe një park tjetër mendojmë në lagjën e Dërsnikut Dolës. Në hapësirë kulturore 3? Hapësirë kulturore 3 e kemi me projekte, kemi pas edhe premtim ndërtimin e një amfiteatri, po prona ende nuk është kthy në pronë komunale përkundër vendimit të kryeministrit, jo, po të kryen tash. Përkundër vendimit të kryeministrit Haradinaj në 2019 që na është dhënë ajo pronë në shfrytëzim, po kryeministri Kurti e ka tërheq dhe ne kemi filluar me procedurat e shpronësimit, por 3 vite pa sukses ende s'kemi arritur. Arben, hapësira gjelbëruse, parkingjet, hapësira kulturore. Parkingun që përmendi kryetari të shkolla fillore. Ai parking është kundërshtuar nga shkolla për shkak se ngushtohet obori i shkollës. O shkolla më e madhe në qytet, që i ka 1300 nxënës, edhe aty po mendon komuna që të krijoj hapësirë duke i marrë oborin e shkollës, e cila edhe ashtu si shkolla e madhe nuk ka hapësirë të mjaftueshme për gjithë këta nxënës. Duhet një planifikim tjetër. Ne mendojmë që nga pjesa e Hekurudhës që shkon nga stacioni i trenit dhe në pjesën afër policisë aty ku ka hapësira komunale, aty të krijojmë parkingje ku nuk krijohet as kontest me qytetar, as kontest me mësimdhënës e prind, se ka pas reagime edhe këshillit e prindve, këshillit e arsimtarëve që të mos ngushtohet hapësira shkollore, edhe sistemi publiko-privat i cili do të na mundson të edhe ne që ta lehtësojmë, sepse dikun kemi 6.000 deri në 7.000 automjete në Klinë, edhe nevoja për parkingje ditore në Klinë është prej 300 deri në 400 parkingje, çka ne do ta zbostim këtë. Arben, tash koha e Sokol Bashotës për hapësira gjelbëruse, parkingje, hapësira kulturore. Duhem ju rikthy edhe një herë asaj që tha Zoti Elezi, parkingu tek shkolla nuk bëhet. Ku bëhet me PDK-n? Prandaj, me PDK-n thash një ndër arsye që kanë bëu rividimin e hartave zonale komunale është pikërisht edhe kjo arsye ku së bashku me specialistët dhe me debatet me qytetarë ne do t'i ofrojmë çështje më të mirë qytetarëve edhe për parkingje, edhe për hapësira gjelbëruse, duke përfshirë që ne shpeshherë po themi veç në qytet, por mendoj se hapësira gjelbëruse duhet ketë edhe në për fshatra, në për gjitha fshatrat, ku ne do të bëjmë një investim edhe në për ato fshatra, më të mëdha që janë fërkundtuar me banorë më shumë, por gjithsesi duke respektu hartat zonale, të cilat do të revidohen nga ekspertët e fushës. Faleminderit, Ramiz, koha juaj për hapësira gjelbëruse. Sot të vish në Klinë dhe të shqyqosh gjendës çfarë është me hapësirë publike dhe me gjelbërim, me të vërtet nuk do në koment. Sa i përket parkingjeve, prapë se prapë Klina ka mungesë të parkingjeve, por ne kemi menduar që është objekti ku ka qenë ambulanca vjetër për një kohë, edhe ne kemi punuar aty si komunë, por është në administrimin
AKP-s më duket objekti, aty ti kalon në pronë komunale dhe pikrisht aty mund të bëhet një zgjidhje për një parking nëntoksor. Ne do të investojmë edhe në përfshatra, sepse aty në kushtet më të mira për të bërë hapësira gjelbruese, do të bisedojmë me qytetarët dhe Klinës do t'ja kthejmë dinitetin dhe gjelbrimin të cilës i mungon. Faleminderit, kaq kishim kohë për debatin e Klinës. Ne jemi me ju çdo natë deri në fund fushatës zgjedhore me komunat e radhës prej nesër në ora 7 në TV Dukazin edhe në Facebook edhe YouTube të Kallëzo.com-it. Shihemi nesër mbrëma prej neve, prej debatit të Klinës. Natën e mirë për sonte.